processuale. Kush janë ekspertët që Mr. Teis, kalojmë tek pjesa e radhës së këtij misioni, tek mysafiri në studio, ku për sot do të flasim për një aktivitet hajde si vjet. Me luajt futboll edhe me fitu vëllëzër, pra me bën shokë me dashamie, por njëkohësisht edhe me shku në umrën, është një aktivitet që është bërë do të thotë tradicional. E sa përket këtij aktiviteti do të flasim me njërin prej organizatorëve, Flamur Kaçiun, cilën e kemi në studio. I nderuar, përshëndetje me sërë. Faleminderit, mirë se gjeta, është natësi. Faleminderit edhe për jush. S'pjevesëm e kujt ke ideja, por për pyesim se sa ka interesim për këtë aktivitet, çka është kjo magjansisht, sepse edhe dhe shumë të tjerë kanë po përmes rrjeteve sociale, pra hajde si vjet në këtë takim vëllëzëror, pastaj përveç lojës të futbollit dhe asaj atmosfere, është një çmim ose një dhuratë me stadion është hera parë që është umra, po. Kështu që na flisni pak a shumë rreth kësaj nisme. Faleminderit edhe një herë për ftesën, është kënaqësi me ndo disa informacione të rëndësishme rreth këtij organizimi së bashku. E kemi organizuar edhe 2 herë tjera në turnire, po kanë qenë me përmasa më të vogla. Kjo ka marrë përmasa më të mëdha për shkak që kemi bërë hapur edhe për ekipet jashtë Kosovës, prej trojës shqiptare, kushdo që dëshiron me marrë pjesë, po edhe prej diasporës. Domethënë 2 herët e kaluara ka qenë vetëm për Kosovë. Ka qenë për Kosovë, po kemi pas ekipe nga Kosova. Ka mujt me ka 1 ose 2 ekip prej Shqipërisë, mirë, po këtë rast ka ma shumë ekipe prej shteteve tjera që na rrethojnë këto afër shtete e am. Për ndryshe kemi edhe për diasporës, përveç për momentin është të na mungue Mali Zi, shqiptarët nga Mali Zi, shpresojmë që edhe sot masi ka mundësi me regjistru ekipe, shpresojmë që ndoshta do të na lajmërohet ndikush nga Mali Zi dhe ta kemi një ekip edhe për Mali Zi. Sa do shta fati i fundit për regjistrim? Sa do shta fati i fundit për regjistrim, për shkak që na duhet për arsye logjistike të organizimit, ta përmbyllëm dhe kështu të fillojmë përgatitjet, për shkak që është një përgatitje shumë e madhe që bëhet në parapaskë. Cili është qëllimi kryesor i këtij organizimi, çfarë po synoni? Po duke ditur që futbolli në këtë rast si pjesë e sportit i ka 2 gjëra kryesore, ndoshta e para si aktivitet fizik i cili ndihmon për ruajtjen e shëndetit fizik, dhe tjetra si aktivitet shoqëror i cili ndihmon që njerëzit mund njeh njëri me tjetrin, të kemë afërsi më të mëdha, po në njëjtën kohë edhe të bëhemi pjesë e përbashkët e komunitetit dhe kështu funksionojmë së bashku. Për këtë arsye na jemi fokusuar ndoshta te kjo dyta më shumë te pjesa e njohjes njëri me tjetrin, më shumë te afrimi i njerëzve me njëri tjetrin, po në njëjtën kohë edhe pse mos të kalohet kohë e mirë edhe të ketë shpërblim që dikush ta ketë fatin që të shkojë edhe ta vizitoj Mekën dhe Medinën dhe të bëjë umra. Do të zhvillohet aktiviteti në Prishtinë, është parapar do 100 ekipe apo nëse s'po ka bërë? Rreth 100 ekipe parashihet me marrë pjesë në këtë turne. Aktiviteti do të zhvillohet në kompleksin Princi në Arbëri ose Dragodan, që njohëm. Ato do të janë 3 fusha me bare sintetik dhe do të zhvillohen paralel lojë në secilën fushë derisa të arrijmë te lojët kryesore. Pra 100 ekipe po i bie sikur me pas pjesëmarrje në kampionatin evropian ose botror. Ka numër i madh i ekipeve. Është numër mjaft i madh. Shpresojmë që në tarmen ndoshta do të kemi mundësi të organizojmë edhe turniret që do të kalojnë. Tani ky turne është bën ditës apo ka 2-3 ditë? Do të zhvillohet në 3 ditë. 3 ditë. Fillon me 28 nëntor dhe përfundon me 30 nëntor. Lojët kryesore do të luhen me 30 nëntor. Finale pra është me 30-ën. Me 30-ën, po. Dhe fituesi kryesor ka umre. Umre, s'është problem. Tani ekipi merr umrën apo na shpjegoni pak apo 1%? Të gjithë lojtarët e ekipit fitues fitojnë numra. Domthonë 5 plus 1 lojtar të cilët janë aktiv në fushë plus 2 rezervë që janë, i bie 7 veta do ta fitojnë numrin. Pse e keni përzgjedhur këtë dhuratë, umrën? Po mas edhe qëllimi i organizimit është të afrojmë njëri me tjetrin, edhe të njihen më shumë, dhe kemi nduar që një prej shpërblimeve që është pasi që është kupa e xhamatit me interes të veçantë është umra dhe fal edhe prej aty në përkrahësve që ka vendosur me përkrahë edhe me financue këto them për në umre, kemi vendosur që është shpërblimi më i mirë, po na shpresojmë që ata të cilët marrin pjesë dhe nuk fitojnë, të pjesë e këtij shpërblimit me lejen e Zotit, do të jenë pjesë e këtij shpenzimi, secili që merr pjesë në organizim apo si lojtar në
këtë turne, shpresojmë që dhe ata do të fitojnë ka shpërblimi e omres të fituese. Pjesëmarrja e ekipeve është me pagesë. Po. Ku shkojnë parat e pjesëmarrësve? Pagesa për pjesëmarrje shkojnë të gjitha për kostet e organizimit, për shkak që është organizim i madh, paguhen fushat, paguhen refer profesional të cilët janë të licencum, pastaj pagesa tjera logjistike që janë të zakonshme, po edhe për mbarvajtjen në përgjithësi. Ndërsa shpërblimi për omre, ashtu siç kemi marrë edhe këshilla lidhur me dispozitat fetare të cilat duhet të respektojmë, omra do të sponsorohet nga biznes ose persona të caktuar, nga sponsor në përgjithësi, të cilët janë pjesë e organizimit, e kanë përkrahur në mënyrë indirekte këto. Kështu që për të qenë qartë dhe për të mos u ngatruar me këto dispozitat të rëndësishme, e kemi bërë këtë formë të organizimit. Pagesat për pjesëmarrje janë për organizim, ndërsa shpërblimi për omre është i paguar prej sponsorëve. Sa ka më ndikuar në komunitetin tonë ky organizim, me qenë se nuk është hera parë, është hera tretë, por është pak më i veçantë dhe më i madh se sa herave të kaluara. Po, besojmë që vazhdueshmëria në organizime është shumë e rëndësishme. Ne jemi njoftër që ka dhe organizime tjera, e komunitete tjera që bojnë organizime, kanë bo ma heret, bojnë edhe tash si mrena Kosovës, ashtu edhe jashtë. Kështu që edhe ne po shpresojmë që duke pas një vazhdueshmëri në angazhime edhe në projekte të tilla, besojmë që do t'i afrojmë më shumë njerëzit edhe brenda Kosovës, por ajo që është shumë e rëndësishme, t'i mbajnë lidhjet edhe me pjesën e komunitetit tonë që është jashtë Kosovës, në Preshevë, në Maqedoni, në Maltëzi, Shqipëri apo edhe në diasporë. Në fillim e thamë që je një prej organizatorëve, mirë po kush po organizon këtë, kush shndron mbrapa? Në kohën e pandemisë kemi fillu këtë projektin Hajde si vjet. Qëllimi thelbësor i këtij projekti ka qenë që t'i bojmë ftesë diasporës, se për shkak të pandemisë u krijua ajo frika që do të mungojnë Kosovë, dhe kjo sigurisht do të krijonte disa probleme, nëse mund të them për neve, për shkak që jemi mësuar me ardhin e tyre, po ashtu efekti i tyre në ekonomi është i rëndësishëm, po mbi gjitha janë ato lidhjet shpirtërore që i kemi me njërin tjetrin. E kemi filluar si ide që mi bë ftesë Hajde si vjet. Vjet ka ardhur, hajde edhe si vjet. Tamam. Po pastaj kemi kaluar edhe në aktivitetet përgjithshme dhe është një projekt i cili menaxhohet dhe përkrahet nga vullnetarët e grupit JAP, i cili në sferën e vet i ka disa projekte të rëndësishme që ka lidhje me komunitetin. Grupi JAP është një bashkim i vullnetarëve, të cilët mendojnë me jap prej kohës, prej të mirave tyre në shërbim të komunitetit. I gjithë angazhimi është vullnetar dhe mënyra të ndryshme ndihmohen me pas një ndikim pozitiv në shoqëri. Me qenë pjesë e dobishme shoqërisë, ashtu siç ka thënë edhe i dërguari i Zotit, po çfarë me të, më i miri prej nesh është ai që është më i mirë për njerëzit. Kështu që inspirimi jonë është Ju si staf organizativ, a ka një lojtar për jush apo vetëm keni më marrë pjesën e organizimit? Dhe futbolli është ty? Po, ule zakonisht e përcjell futbollin më shumë se sa që luaj, për shkak të angazhimeve tjera, mirë po kemi ekip edhe tonë që na përfaqëson. Në këtë garë? Në këtë garë, po. Atëherë, Flamor, nëse ka mbetë diçka pa të pyetur ose pa të vetë, mundesh më na kujtu nëse ju faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni në këtë minuta të shkurta, por me fol diçka shumë të rëndësishme për komunitetin. Ju faleminderit për ftesën. Kisha thirrë të gjitha ato ekipet që janë dhe mendojnë me marr pjesë ajo, ta shfrytëzojnë edhe ditën e sodit, ta aplikojnë për marrën pres, informatat mund me gjetë faqja jonë në Facebookut Hajde si vjet, janë të gjitha shënimet e përgjithshme rreth këtij turniri, po edhe mënyra që është më bë pjesë e saj. Atëherë faleminderit shumë sukses. Ju faleminderit juve për kohën. Të nderuar shikues të RTS, takohemi nesër kaq për sot. Kush janë ekspertët që